4 gjëra që dëmtojnë shëndetin tënd mendor. 1. Vetkritika negative. Fjalët që i thua vetes kanë fuqi. Mos e ul veten as për shaka. Trupi yt nuk e di kur po bën shaka dhe kur jo. Ai reagon ndaj çdo fjale që dëgjon nga ti. 2. Krahasimi me të tjerët. Sidomos sot, në epokën e rrjeteve sociale, është e lehtë të humbasësh në jetët e përkryera të tjerëve. Por mos harro, udhëtimi yt është i veçantë. Shiko sa ke përparuar ti vet dhe gëzoju çdo fitoreje, sado e vogël. 3. Një stil jete i pashëndetshëm. Trupi dhe mendja janë të lidhura ngushtë. Kujdesu për veten, ushqehu mirë, lëviz trupin dhe mos neglizho pushimin. Shëndeti mendor nis nga zakonet e përditshme. 4. Ruan lefin. Zemërimi i mbajtur brenda kthehet në helm. Falja nuk do të thotë ta justifikosh tjetrin. Do të thotë të çlirohesh nga pesha që të ndal të jetosh i e qetë. Lëre të shkuarën të shkojë që të bësh vend për dritë.